Ju jeni nga ana e atyre që i bëjnë padrejtësitë. Ju nuk e dini se çfarë do thot për një pronar legjitim që është munduar për pronën e vet dhe i shkret çdo herë që kalon afër pronës së vet, shikon që ka ndërtuar dikush tjetër, ikën mendja. Çdo ditë i rikthehet në mendje që ajo prona aty ka qenë e tij, po ka ndërtuar dikush tjetër. Ka ndërtuar një politikan, një ministër, një oligark, ikën mendja. Sa njerëzit arrin deri aty sa ndrojnë rrugën. Nuk kalojnë më aty, se s'duan t'i prishin vetes jetën çdo ditë. Kalojnë në një rrugë tjetër, sepse nuk e durojnë dot, ose ikin fare nga Shqipëria. Janë me qindra mira shqiptarët, me qindra mira, që të cilë u ndodhe njëjta gjë. Shikojnë që në pronën e tyre ka ndërtuar dikush tjetër dhe ata vuajnë varfërinë të shkretët. Nuk u japin dot fëmijëve të tyre një jetë më të mirë, ndërkohë ishin pasanik të mëdhenj. Por me pak mjafton një apartament, të ndron jetën. Ju doni shumë më shumë